Pas shumë ecjeakësh bëhet e ditur se është drejt përfundimit plani i detajuar vendor PDV e zonës historike për qytetin e Shkodrës. Historia absurde për të vendosur PDV-n për zonën historike të qytetit filloi 5 vite më parë nga Bashkia Shkodër, e për çudi Shkodra është i vetmi qytet në Shqipëri që ka vendosur PDV për zonën historike të qytetit dhe nuk e ka realizuar këtë PDV. Kjo situatë në zemrën e qytetit prej vitesh ka penalizuar me 10 investitor, të cilët nuk kanë mundur të kryejnë asnjë investim pasi plani i detajuar vendor nuk ishte i bërë nga Bashkia Shkodër. Akoma më keq, shumë leje ndërtimi kanë kaluar afatet, duke shkaktuar miliona euro dëme tek shumë investitor. Vitin e fundit situata ka ndryshuar për mirë me ndërhyrjen e kryetarit të Bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili siç u shpreh në daljen e tij të parë në media në Star Plus, që PDV-ja e zonës historike do të bëhet shumë shpejt. Burimet të Star Plus bëjnë të ditur se brenda këtij viti zona historike e Shkodrës do të ketë PDV, duke i hapur rrugë frymarrjes dhe investimit në zemër të qytetit, që ka mbetur me pamjen e godinave të rënuara. Në fakt, PDV sot duhet të kishte qenë e përfunduar, por firma Geo Consult që po bën së fundmi PDV-n e zonës historike ka kërkuar disa herë shtyrie afati dhe tani pritet që Geo Consult brenda këtij viti të përfundojë PDV-n. Me kryerjen e PDV-s, zona historike përgjatë pedonale së qytetit pritet të marrë imazhin që meriton.